Paqja e Zotit me ju dhe kaloni një ditë sa më të mbarë dhe të bekuar. Folëm herën e kaluar për përmbushjen, pra në lidhje me temën për të cilën njerëzimi në kaq shumë vite, madje mijëra vite të dokumentuara, ka shkruar, ka hamendsuar, ka bërë hulumtime dhe vazhdon të bëj hulumtime edhe në ditët e sotme. Çfarë përmbush njeriu pikërisht? Dhe tham që kësaj pyetje të paktën në sferën jo shpirtërore, pra po flasim në sferën sociale, në sferën shkencore, ose në atë që ne quajmë si akademike, nuk kanë arritur të japin një përgjigje konkrete. Shumë intelektual, madje edhe mjeshtra që ne sot i mbajmë si mjaft të ditur dhe të ndriçuar, vetëm sa kanë hedhur le të themi disa ide në lidhje me temën e përmbushjes. Për shembull, një prej tyre mund të përveçojmë këtu Aristotelin, një nga njerëzit më të zgjuar që ka ekzistuar në tokë, ka thënë që çfarë plotson njeriu, ose më saktë arsyeja pse ne jetojmë, është ajo që ai quante eudaimonia, që do thotë përmbushje. Por se si arrije kjo përmbushje, as Aristoteli, as Platoni mësuesit i para tij, edhe shumë filozofë të tjerë të shkollave të ndryshme, traditave të ndryshme, vendeve të ndryshme, si perëndimore dhe lindore, nuk kanë arritur të japin dot një përgjigje. Por ata kanë hedhur, disa ide ku thonin që çfarë lipset për njeriu që të arrijë të njohë arsyen pse ai ekziston, arsyen pse ai jeton, çka do sillte edhe përmbushjen, është së pari njohuria. Pra njohuria që ai të jetë një person i ditur, të fitojë njohuri të madhe, dhe kjo njohuri më pas të vihet në praktik, në mënyrë që ky njeri të arrijë atë që ata e quanin balancë ose harmoni. Jemi mirënjohur së këtyre dietarëve që kanë hedhur disa baza intelektuale për njeriu dhe kanë arritur të paktën që në teori të vënë një lloj shabloni, le ta quajmë, të cilën njeriu mund ta ndjekë për të arritur të përmbushje ose balancën ose harmoninë që ata e quanin. Por në fakt, praktika ndryshe nga teoria e tyre ka vërtetuar të kundërtën, që njeriu sa më shumë të përpiqet, aq më tepër nuk e arrin dot përmbushjen. Madje historia ka njohur njerëz mjaft të ditur që kanë kaluar komplet në krah të kundërt. Njerëz genial që kanë bërë komplet kundërtën e kësaj që po flasim. Për shembull, Aleksandri i Madh, nxënësi i Aristotelit, pra po e marrim në rafshin historik. Pra çfarë përfundimi arriti në fund? Aleksandri arriti tha, dua të pushtoj botën, dua të jem i pari i gjithë botës. Pra ishte genial në atë të vetën, ishte i ditur, ishte i përgatitur, çfarë donte të pushtonte botën. Sikurse Aleksandri, Napoleon Bonaparte, genial, ushtarak, vizionar, njeri i kulturuar, i ditur, çfarë donte të pushtonte botën, pra të nënshtronte njerëzit në këmbët e tij. Mëtej figura të tjera si Adolf Hitler, edhe ai ishte genial, shumë i ditur, vizionar, motivonte, frymëzonte, energjizonte, elektrizonte gjithë popullin. Çfarë donte të pushtonte botën. E kështu me radhë vazhdojnë këta persona që çfarë kanë sjellë në fundit? Kanë sjellë vrasje, shkatrime, shfrytëzime, skllavëri, pse sepse donin të ishin të parët. Pra ja ku dalim tek ajo që tham herën e kaluar, nuk përmbushet dot ky boshllëk për brenda njeriut, së pari sepse nuk është intelektual, por është shpirtëror. Dhe shpirtërore nuk e përmbush dot as njohuria, as mënyra se si ne jetojmë, e përmbush ai që ka krijuar shpirtrat tanë. Pikërisht Zoti, Perëndia, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i universit. Ne jemi mjaft të vegjël për të konkuruar Perëndin me njohurinë tonë, ose për t'i kuptuar që të gjitha. Por aman, për ata që besojnë, ata dinë që Perëndia ka folur nëpërmjet profetëve, mijëra vite që me fillimin e ekzistencës, ka folur vetë në thuhet në shkrimet e shenjta me anë të birit të tij Jezu Krishtit, që në fakt është vetë Perëndia i mishëruar për të sjellë pikërisht shpëtimin e njeriut. Shpëtim që sjell edhe përmbushjen shpirtërore. Dhe kur njeriu kupton që kjo përmbushje është shpirtërore dhe nuk përmbushet dot në asgjë tjetër përveç se vetë Perëndis që e përmbush këtë boshllëk për brenda njeriut, sepse ai e ka krijuar, atëherë njeriu fillon të gjejë paqe. Njeriu nuk kërkon më përmbushje. Praktikisht rresht se kërkuar i përmbushje sepse është i përmbushur nga Perëndia. Që ai rilind, pra njeriu rigjenerohet sepse merr frymën e shenjtë
Dhe për të marrë frymën e shenjtë, do shohim në vazhdim se çfarë plani ka përgatitur Perëndia për çdo njeri që ndron rrugën, kthehet te krijuesi i tij dhe përmbushet shpirtërisht. Pra ky njeri nuk fillon të kërkojë më dije, nuk kërkon më intelekt, sepse kupton në vetvete që kjo është thjesht një kërkesë e egos së tij, një kërkesë e krenarisë së tij për të ditur sa më shumë që të përmbushet. Kupton që njohuria, dija nuk e përmbushin, e përmbush vetëm Perëndia. Ky njeri kupton madje edhe krahun tjetër që nuk e përmbushin kënaqësitë e kësaj jete, e të tjera gjëra gëtuese që kjo botë ka, që ofron për t'u reatuar apo për të hequr mendjen nga problemet apo hallet, si themi ne. Pra ky njeri nuk i kërkon më kënaqësitë, as kënaqësitë fizike, as kënaqësitë, le të themi, emocionale, as kënaqësitë intelektuale. Çdo formë kënaqësie rreth së kërkuari, sepse prapë kupton që këto po i kërkon në sajt e egos së tij, është egoja e tij që i kërkon. Dhe re është sepse është i kënaqur, është në paqe. Dhe këtë paqe, e jep Perëndia, vjen nga lart, nuk vjen nga njeriu. Pra kuptojmë atë që Shkrimi i Shenjtë na thotë që problemi pse njeriu nuk përmbushet dhe pse Perëndia nuk banon tek ai, nuk jep frymën e shenjtë, është sepse njeriu ka një problem në vetvete. Dhe ky problem në Bibël na thuhet që është mëkati. Mëkati, nga fjala greke amarthia, do të thotë që njeriu nuk godet në shenjë. Njeriu nuk bën gjën e duhur asnjëherë. Pra nuk arrin atë balancën që kanë thënë filozofët. Pra ata në teori kishin të drejtë, por në praktik njeriu kurrë me forcat e tija nuk e arrin dot të gjë. Por çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit krahas filozofisë kanë shpikur dhe fet. Madje shumë nga këta filozofë, për shembull Siddhartha Gautama, që njihet si Buda, ai ishte thjesht një filozof dhe dha versionin e tij të arritjes së kësaj balance, që ai e hodhi me idenë e mos bërit asgjë, të qenurit pasiv, të hequrit dorë nga dëshirat, nga kënaqësitë dhe të jetosh një jetë asketike, siç e quante ai, në harmoni me natyrën. Dhe aty arrihet kjo balanca, thosh ai, harmonia, të bërurit një me natyrën, dhe ti kthehesh në një hiç, si të thuash. Pra ishte një zhvillim i filozofisë daoiste në këndvështrimin e tij, dhe më tej mund të arrish atë gjendje që i thoshte si nirvana ose para sa i gjendje e bothit, e kështu me radhë derisa të ndalosh rimishërimin e me radhë, këtu fillonte pastaj filozofia e tij. Dhe njerëzit morën këtë filozofi, njësoj sikur se mund të merrnin dhe filozofinë e Aristotelit, dhe krijuan një fe të re. Dhe gjatë gjithë historisë, njerëzit kanë krijuar fe të ndryshme. Dhe çfarë ndodh? Njeriu me anë të këtyre feve, që në fakt janë filozofi të bëra nga njerëzit, fillon të kërkojë pikërisht përmbushjen vet, por harron gjën kryesore, që ai nuk e arrin dot përmbushjen, sepse kjo përmbushje vjen vetëm nga lart, nga fryma e shenjtë. Dhe gjën tjetër që ai është një mëkatar. Dhe të gjithë janë mëkatar që nga krijimi i njeriu të parë, Adamit dhe Evës, për cilin Shkrimi i Shenjtë flet qartë. Dhe që ne do të trajtojmë dash Zoti në vazhdim më me detaj për ta kuptuar këtë gjë. Pra Perëndia nuk bën banesë tek njeriu, sepse Perëndia e do njeriu, po urren mëkatin. Perëndia është dashuri, na thot Shkrimi, por është edhe i shenjtë. Dhe shenjtëria nuk ka lidhje me ligësinë. Pastërtia, uji i kulluar për shembull, nuk ka lidhje me helmin. Mëkati është helm. Kështu që Perëndia nuk banon tek njeriu, për sa kohë njeriu vazhdon të jetojë në mëkat dhe nuk heq dorë nga mëkati i tij, nuk pendohet për të ndryshuar rrugën e tij, rrugën e përmbushjes së kënaqësive të tij, qoftë nëpërmjet intelektit të tij, qoftë nëpërmjet feve të tij që ka shpikur. Pra nëse njeriu nuk heq dorë nga këto rrugë dhe nuk kthehet te Perëndia, Perëndia nuk bën dot banesë tek ai. Këtë na bën të kuptojmë Shkrimi i Shenjtë. Në Shkrimin e Shenjtë ndjen dy rrugë, si rruga e kryqit. Pra nëse kemi parasysh kryqin, kemi një drejtës vertikale në qendër të tij. Kjo drejtës vertikale është marrëdhënia jonë vertikale me krijuesin tonë, me Perëndin. Dhe është në fakt urdhrimi i parë më i madh që na jepet në Shkrimin e Shenjtë të Biblës, që thotë: "Duaje Zotin Perëndin tënd me të gjithë mendjen tënde, me të gjithë zemrën tënde, me të gjithë shpirtin tënd dhe me të gjithë forcën tënde." Pra këtu përpost faktit që na jepet që njeriu është një qenie katërdimensionale dhe që është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë, pra ai ka intelekt, ka emocione, ka shpirt, ka dhe trup. Pra njeriu është krijuar si një qenie morale,
është një qenie që të shembullojë imazhin e Perëndisë në tokë. Njeriu nuk është një lloj kafshë, si thonim si filozofët klasik, dhe sikur se thonë edhe shumë tani në kohët e sotme, pra ata që janë ateist apo laik. Njeriu është krijuar në këtë nivel kaq të lartë krijues që asnjë specie tjetër, asnjë gjallës tjetër nuk e ka, domethënë këtë potencial që njeriu ka. Dhe çfarë ndodh? Perëndia krijoi njeriu për të pasur pikërisht këtë marrëdhënie me të. Dhe tham, kjo është marrëdhënia vertikale. Njeri, pra, dhe Perëndi. Por në kryq na jepet edhe drejtëza horizontale e kryqit. Dhe kjo drejtës nënkupton pikërisht urdhrimin e dytë më të madh pas urdhrimit të parë, pra që ta duash Perëndin me gjithë qenien tënde. Urdhrimi i dytë është ta duash tjetrin si veten tënde. Pra interesant fakti që vetëm në Bibël na jepet që njeriu e do veten e tij. Dhe në fakt nuk e ndalon Perëndia këtë gjë që njeriu ta doj veten. Por ama kushti i kësaj balance është një njeriu ta doj tjetrin si veten e tij. Dhe këto dy dreza pikërisht formojnë kryqin dhe mund të arrijmë të kuptojmë që njeriu në fundit nuk mund ta doj tjetrin nëse ai nuk do Perëndin. Jo më kot Zoti Jezu Krisht thotë që nga dashuria që do keni për të tjerët, ju do dalloni që jeni dishepujt e mi. E ka të pamundur njeriu ta doj tjetrin si veten nëse nuk do Perëndin të parin, që është urdhrimi i parë. Por ama kjo dashuri nuk është dashuri njerëzore. Kjo është një dashuri përtej njerëzores. Pra ta duash me gjithë mendjen tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë forcën tënde që është trupi yt. Dhe këtë dashuri njeriu mund ta bëjë vetëm nëse ai rilind, nëse ai lidhet me Perëndin, me anë të frymës së shenjtë. Në shkrimin e shenjtë na thuhet që Perëndia është frymë dhe ata adhurues të vërtet, pra ata që duan realisht Perëndin, janë ata që adhurojnë atë në frymë dhe në të vërtetë. Pra frymë dhe të vërtetë na thot shkrimi i shenjtë. Që thotë e para është të marrësh frymën e shenjtë, ti je në një frymë me Perëndin, ti je një me Perëndin në frymë, dhe së dyti në të vërtetë. Kush është e vërteta? Pra e vërteta është fjala e Perëndisë. Dhe Jezusi është fjala e Perëndisë, na thuhet në shkrimin e shenjtë. Pra Perëndia na ka dhënë frymën e shenjtë dhe fjalën e tij. Por njerëzit, duke qenë mëkatar, ndjekin rrugën e tyre që prej Adamit dhe nuk kthehen tek rruga e vërteta dhe jeta. Kush është rruga e Adamit? Janë dy ekstremet e kryqit. Po të imagjinojmë prap kryqin, pra thamë kemi drejtën vertikale dhe drejtën horizontale. Në dy krahët e drejtave horizontale kemi krahun e majt dhe krahun e djathtë. Në terma po e marrim praktik, po shkëputemi pak në teologjia, krahu i majt nuk kupton liberalizmin. Pra krahun liberal ku shkon njerëzimi, prirjet e tyre liberaliste. Ky është krahu i mëkatit. Pra njeriu do të ketë atë lirinë absolute që i mësoi Satani Adamit dhe Evës, që në fillesat e historisë njerëzimit, duke i thënë që mos t'i binden Perëndis, mos t'i binden atyre që Perëndia i ka dhënë si urdhërime, por edhe kufizimeve që i ka vënë ligji hyjnor i Perëndis. Dhe i tha, duke mos u bindur Perëndis, ti bëhesh vetë Perëndi. Dhe ky është krahu liberal. Pra njeriu merr lirinë të mëkatojë, të bëjë çfarë të dojë, i krijon vetë standardet e tija, i krijon vetë ato çka i mendojnë që janë të sakta, çfarë ai mendon që janë të drejta, dhe nuk do t'ia di fare për ligjin e Perëndis. Ai nuk beson që një ditë do vdesi dhe një ditë do ketë një gjyq hyjnor dhe gjithsecili do japi llogari për mënyrën se si ka jetuar. Dhe në shkrimin e shenjtë na jepet qartë që një herë lindim, një herë vdesim dhe pas vdekjes ka një gjyq për të gjithë. Dhe do gjykohet jo vetëm ajo që ke bërë së jashtmi, por edhe ajo që ke bërë së brendshmi. Çfarë ke menduar, çfarë ke ndier kundrejt tjetrit, si e ke përdorur trupin tënd, e të tjera me radhë. Pra njeriu do japi llogari për çdo gjë, për çdo mendim, për çdo fjalë. Dhe pastaj na presin dy rrugë, të gjithë njerëzve. Ose parajsa, që është përjetësi me Perëndin, ose ferri, që është përjetësi pa Perëndin. Por me ata që Perëndia i ka caktuar dhe që prandaj ka krijuar edhe ferrin, me Satanin dhe angjëjt e tij që janë djajt. Këtë thot shkrimi i shenjtë. Dhe ata, të gjithë ata që shkojnë jashtë rrugës së Zotit dhe ndjekin rrugën e tyre, shkrimi i shenjtë thotë që ata nuk e duan Perëndin.
dhe si rrjedhojnë nuk mund ta duan dot tjetrin si veten e tyre. Ata duan vetëm veten e tyre. Pra ky është egoizmi, krenaria që është mëkati më i madh në Bibël, nga ku lind edhe kryengritja, kryenësia, dhe këto janë mëkatet e para në univers. Që pati ëngjëlli i quajtur Lucifer, i cili u kundërvu Perëndis, bashkë me një të tretën e ëngjëve, para se të krijojë njeriu, dhe pastaj ra se u humbi betejën për t'i zënë vendin Perëndis, këtë na thuhet në shkrim përmes profetit Ezekiel dhe në vende të tjera. Dhe pikërisht ky ëngjëll i rënë i mësoi dhe Adamit dhe Evës duke gënjur rrugën e tyre, që të dilin nga rruga e Zotit. Pra egoizmin. Kështu që njerëzit egoistë, të cilët nuk e konsiderojnë fare jetën përtej egos së tyre dhe të vërtetën, dhe nuk mendojnë as për përjetësinë, as një gjë, për shpirtin e tyre. Që është kryesorja, shpëtimi i shpirtit është kryesorja, na thot fjala e shenjtë. Këta të gjithë bëjnë pjesë të krahu i majt, liberal. Ndërkohë në krahun e djathtë, po i quajmë krau konservativ, janë ata njerëz që janë legalist. Pra po i quajmë legalist në aspektin që ata ecin vetëm me ligjin. Kanë rregulla strikte e me radhë. Këtu mund të themi që bëjmë pjesë të gjitha fet që ka shpikur njeriu. Pra fe sipas Zotit në thonjza, Zotit të tyre, ose pas Zotin fare. Për shembull, mund të marr një fe të fundit që njeriu ka shpikur, ndër fet më të fundit, që është komunizmi. Komunizmi, mos harrojmë, për ata që mund të kenë hulumtuar pak më shumë, u shpik nga Karl Marx. Karl Marx ishte një hebre dhe i krishter gjerman. Domethënë flasim, babai i tij u konvertua si i krishter, ishte një person që merrej me ligje, pra një avokat. Në Gjermaninë në asaj kohe që quhej Prusi, pra po flasim para le të themi viteve 30, dhe Marxi ka qenë një krishter i devotshëm. Madje ka shkruar disa poezi për Jezu Krishtin. Jezu Krishti paqja e botës, Jezu Krishti drita e botës. Ato që Bibla thot, ai e dinte shkrimin e shenjtë. Ai e dinte Biblën. Por çfarë ndodhi? Kur ky nisi jetën studentore, po flasim në Europën e asaj kohe, ku pati varfëri, pra kishte kriza politike, mjaft kriza të mëdha, domethënë social, ekonomike dhe kulturore. Dhe politika nuk ishte në nivelet më të mira. Ndodhi që ky studioi në mos gaboj Universitetin e Leipzigut. Dhe aty u njoh me profesor i cili ishte gnostik, krau liberal, le të themi. Dhe ky bënte leksione në klasë dhe thoshte që shkrimi i shenjtë, Bibla, është një sajesë njerëzore, thoshte, për të vënë rregull në shoqëri. Pra profetët që kanë shkruar, të gjithë njerëzit, apostujt, kanë shkruar thjesht nga veta e tyre, thoshte, për të krijuar në botë atë që ata e quanin ideale, domethënë. Pra donin të bënin një shoqëri ideale dhe i kanë shpikur vetë këto gjëra, thoshin. Thoshte profesori, pra ishin filozof. Ata nuk ishin njerëz realisht që kishin pasur kontakt me Perëndin dhe Perëndia i kishte dhënë frymëzimin dhe fjalën e tij për t'i ndarë popullit. Dhe kur u hapte tema për Jezu Krishtin, ai tha që Jezu Krishti nuk është Perëndia e ardhur mish, është thjesht një ideal. Pra ata e kanë shpikur si personazh, thoshte, dhe si njeriu ideal, domethënë që duhet të jenë të gjithë njerëzit. Dhe Marxin kjo ide, imagjepse ai filloi të bëhet dishepulli i këtij profesori, dhe dal ngadalë ai e humbi besimin. Ai doli, le të themi, nga, po e quajmë rruga e Zotit, filloi që Biblën ta quante thjesht si një sajesë filozofike të radhës, dhe filloi të ndiqte ky profesor derisa kaloi në atë egon krenarinë e tij dhe filloi përsëriti atë që tham në fillim. Si Aleksandri i Madh, si Napoleoni, si Hitleri, u bë dhe Marxi, domethënë, në fundit, pra po flasim këtu me fjalë thjeshta, për ta kuptuar dhe shpiku marksizmin. Tani marksizmi është interesant sepse Marxi futi filozofinë e tij, por strukturën kompleta e ka marrë nga Bibla. Për shembull, po marrim aty struktura e komunizmit, është marrë komplet nga libri i Veprat e Apostujve. Aty na thuhet që të gjithë apostujt, që ishin nxënësit e Jezusit, kur Jezusi pas kryqëzimit u ringjall dhe pasi u ngjitën në qiell, u përmbush premtimi kur që ai kishte thënë dishepujve që do merrnin frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë zbriti ditën e rrëshajave në Jerusalem. Dishepujt morën frymën e shenjtë dhe filluan të flisin në gjuhë të ndryshme të huaja. Dhe këtu ndanu Ungjillin të gjithë popullit të Jerusalemit, duke i thënë që ky njeri, të cilin ju e kryqëzuat, Perëndia e bëri Zot dhe Krisht. Dhe përmes besimit tek Jezu Krishti merrni faljen e mëkateve. Dhe ata që besuan, u pagëzuan dhe jetonin që të gjithë së bashku, duke mësuar shkrimin e shenjtë, duke jetuar në frymën e shenjtë, dhe kështu nis kisha e parë.
Dhe në Bibël na thuhet që ata shisnin gjithçka që e kishin private, pra pronat e tyre, pasuritë e tyre, dhe i bënin të përbashkëta. Dhe apostujt i ndanin pasuritë sipas nevojave të gjithë secilit. Dhe që mos e shkoj më tej, ky ishte baza e komunizmit. Të njëjtën gjë Marksi e hidhte si idenë e tij, që duhet ripar sistemi ekonomik, duhet gjithçka të bëhet shtetërore, pra mos ketë privatizime. Komiteti qendror, që ishte paralel i kishës në mendsinë e Marksit, i përmbledh të gjitha këto pasuri dhe i shpërndan sipas nevojave të gjithë secilit. Dhe gjithë secili punon ai sa ka nevojë, e kështu me radhë, dhe u bën në një farë mënyrë ideali i Marksit, që ne quanim ideali partisë pasaj. Pra partia u bë në një farë mënyrë zoti në thonjza i Marksit, komiteti qendror u bë kisha, dhe të gjitha këto që ndodhin duke deformuar pikërisht idetë e Biblës. Dhe papritur pa e kuptuar, njerëzimit ju fut një fere nga një profet që Bibla e quajnë profet rrem, Karl Marx, dhe filluan njerëzit të jetonin sipas kësaj ideologjie të re që ishte komunizmi. Por ama Jezus i thot që pas meje do vinë shumë profetë rrem, të veshur si dele, po që brenda janë uqë i gra beqar. Kini kujdes, thot, dhe si do i dalloni këta profetë rrem? Do i dalloni, thot, nga frytet e tyre, pra nga veprat e tyre. Çfarë vepre solli komunizmi, kjo fere e njerëzimit? Mjafton të shikojmë rezultatin. 50 milion të vdekur vetëm në Bashkimin Sovjetik. Rreth 80 milion të vdekur. 80 milion, Shqipëria është 2.5 milion. 80 milion të vdekur në Kinë. Dhe sa miliona e miliona të vdekur, të vrarë, të përsekutuar, të dehumanizuar, të vrarë në mënyra njerëzore në gjithë botën. Këto fruta solli feja e re njerëzore, të cilat njerëzimi vazhdon t'i vuajë edhe sot në fakt, që është e vërteta, domethënë. Njerëzimi është larguar nga Zoti. Njerëzimi nuk do t'ja di, sepse janë mbjellë në zemrën e tij pikërisht këto lloj ideologjisë, që nëse njeriu nuk rilind nga lart, pra nuk pendohet për mëkatet e tija, për rrugën e gabuar që ka ndjekur, dhe nuk kthehet te rruga e Zotit, njeriu nuk, jo vetëm që s'do përmbushet dot, po gjithë jetën e tij do vuaj këto pasoja, sepse shkrimi i shenjtë thotë qartazi: Perëndia nuk vihet dot në lojë, çfarë do mbjell njeriu, ato dhe do korri. Ky shoqëria njerëzore këtë ka mbjell, të dashur miq, ka mbjell vdekje, ka mbjell padrejtësi, dhe njeriu në ditët e sotme vazhdon të bëhet akoma edhe më egoist. Njeriu ka humbur dashurinë për tjetrin. Dhe njeriu zemra po i ngurtet, po i ngurtësohet, dhe ai sheh vetëm te kufiri vetes së tij, sheh vetëm veten e tij. Pra jetojmë në këto kohë dhe në fakt nuk është fare surprizë për ata që besojnë dhe njohin shkrimin e shenjtë, për ata besimtarë të rilindur, që jetojmë pikërisht në këto kohë mjaft të vështira, ku po e shohim dhe sot në botë çfarë ndodh, qoftë me luftra, ndodhin pikërisht sepse njeriu është bërë egoist, më egoist se ç'duhet. Domethënë ka përmbushur pikërisht profecitë e kohëve të fundit që na jepet në Bibël. Dhe këto janë rrugët. Ose do eci sipas rrugës së Zotit, që është balanca kryesore, dhe kjo arrihet kur njeriu pendohet dhe kthehet qoftë në ekstremi majt, qoftë në ekstremi djathtë. Pra qoftë në liberalizmi, qoftë në fetë e tija që ka krijuar, rregullat e tija që ka krijuar. Dhe të kthehet pikërisht te Perëndia e tij, te krijuesi i tij, i cili i do që të gjithë, por po e përsërisim që ai Perëndia pra urren mëkatin. Kjo na thuhet qartë në Bibël. Urren rrugët që njeriu zgjedh vet, që nuk përputhen me rrugët e tija. Pra urren rrugët e gabuara. Dhe na thuhet në Bibël që ka shumë rrugë që njeriu t'i duken të drejta në sytë e tij, por ato të çojnë në vdekje. Dhe ka shumë plane në zemrën e njeriu, na thuhet, shumë dëshira në zemrën e tij, po vetëm plani i Zotit do realizohet në fund. Dhe ky plan na është dhënë pikërisht në shkrimin e shenjtë. Dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo shërbes kaq modeste që unë po kryej të ndihmoj sikur dikë nga ju që të kërkoj Zotin sa nuk është vonë. Sepse vetëm me Zotin ka dashuri, vetëm me Zotin ka paqe. Dhe kur flasim për paqe, po flasim për paqen që vetëm ai ta jep. Paqe me veten, paqen me të tjerët. Sepse ke arritur paqe me Perëndin. Dhënë Perëndia i paqes që të bekojë secilin nga ju, dhe miru dëgjofshim në temat e tjera. Amen.